Okej, përshëndetje. Shumë faleminderit për mundësinë, edhe pse në fakt jemi në vjesht. Unë jam pak hollshëm, por nem shpejt e shpejt këtë mini intervistën time. Thuaj. Okej, unë kam punuar si gazetar showbizi. Kam punuar, në fakt vazhdoj të punoj për 4 vite me radhë. Është një eksperiencë shumë e bukur. Nuk e kam pritur që do kem kaq shumë, do me thënë, dashuri nga publiku shqiptar. Momentin që e kam nisur si gjë, si punë, si komentim, nuk e kam pritur që publiku do më vlerësoj kaq shumë. Do me thënë, ka qenë një nismë që unë e kisha në qef ta bëja dhe fillova ta bëj. Kam komentuar Big Brotherin që në kohën e Luizit, Big Brother 2-shin, më pas do me thënë vazhdova 3-shin, 4-ën, edhe tani me patjetër që do pritej të komentohej 5-a. E vështirë jo, sepse unë kam gjetur një publik jashtëzakonisht të mirë, një publik që fali vetëm dashuri, një publik që dhuroi vetëm emocion, një publik që diti të ndan urrëtitjen, inatin, po do me thënë gjithmonë e ka komentuar atë gjën që ndodhte, gjithmonë ka komentuar momentin e bukur. Zakonisht mirë dhe kemi pas një sukses të jashtëzakonshëm deri më tani. Okej, thuhet, do me thënë shkruhet në për të gjitha faqet që do të hynë në Big Brother, që ka marrur një ofertë, që më kanë ftuar për në Big Brother, por unë sot do ta nxjerr këtë si gjë. Do me thënë nuk do t'jem në Big Brother, nuk është koha për të qenë në Big Brother. A kam patur një ofertë, do me thënë ka patur zëra, ka patur biseda, por nuk kam patur një ofertë konkrete, por kanë qenë disa biseda për të bërë një takim për të hyrë në Big Brother, por jo. Nuk do ta pranoj dhe këtë vit Big Brotherin, sepse mendoj që ne i duhemi jashtë publikut, publiku na pret me lajmet më të fundit, na pret me ngjarjet më të fundit që po ndodhin dhe nuk i duhemi që ne të futemi në Big Brother dhe të bëjmë një Big Brother. Mendoj që është shumë e bukur kështu dhe të qëndrojmë sa më afër publikut. Tani nëse unë do t'isha në Big Brother, nuk e di nëse do të kisha mundur të mbijetoj aty brenda, sepse Big Brother është një sfidë shumë e madhe, është një luftë në fakt që ndodhen brenda atij formati. Unë jam natyrë shumë i qetë, jam natyrë shumë modeste dhe nuk e kam këtë tipin për të luftuar, për t'u grindur apo qoftë për të përballuar një sfidë të tillë. Unë i përgëzoj të gjithë ato njerëz të cilët janë pjesë e formateve të këtilla, sepse në thelb edhe mund të keq kuptohen apo mund të keq interpretohen, por është një botë e veçantë, do të thënë është një guxim i veçantë për të qenë pjesë e një spektakli të këtillë, sepse aty brenda ke sfida pafund. Ma beso këtë gjë, ne që e komentojmë, e dim shumë bukur se si ato e jetojnë Big Brotherin aty brenda. Publiku i showbizit më ka dhënë dashuri, më ka dhënë një familjarizim. Unë nuk i quaj publik, unë jam familiarizuar me to, mundohem që ja kthej mesazhet në rrjetet e mia sociale të gjithëve. Mundohem që t'u jap një dorë të kalojmë një moment të bukur, të argëtohemi. Shpesh herë pothuajse çdo natë futem live në TikTok për t'u kënaqur me to dhe i shijoj momentet, nuk i quaj publik, por janë njerëzit e mirë. Unë jam prej Maqedonie si origin, nga Dibra e Madhe, por ashtu siç më thot një miku im virtual që ti ke shtëpi tek të gjithë shqiptarët, u them jam i gjithë shqiptarëve. Por kjo është e bukur e kësaj pune se showbizit familjarizon. Dy vajzat e mia nuk e di, do me thënë jam shumë i lidhur me to, dëshiroj të ndjekin rrugën time, dëshiroj të bëhen krau im për mua në këtë drejtim dhe pse jo të tre së bashku të ndërtojmë edhe një media shumë më të madhe.
Jo, s'ka gjë, ti e shikon edhe vetë që unë po mërdhi, domethënë kam filluar edhe hundët, po s'ka gjë, ishte shumë e bukur si eksperiencë, kalova mirë, kështu që ekskluziviteti për publikun erdhi, nuk do të jem pjesë e Big Brotherit këtë vit, por do më kenë tek monitori vetëm e vetëm për të komentuar të gjitha ngjarjet dhe emisionin na më dëgjon.